Pas një paralemrim, u bëm bashk për të tretën herë para ditën e së martës. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e ai i LDK-s Lumir Avdigjiku ulën përballë njëri tjetrit edhe një herë në kuvend për ta gjetur zgjidhjen e presidentit të ri. Pas 80 minutash, Niko Qiri foli shkurt se është optimist për procesin, të cilit i kanë mbetur edhe 48 orë afat. Në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re, do t'ju njoftojmë. A keni të rëdhën shkrime për Vjosa Osmanin? Kemi zgjidhjen. Pak më gjatë në deklarim, ishte shefja e grupit parlamentar të subjektit të Kurtit. Arbrije Nagavci theksoi se me 66 votat që kanë, mund të nxjerren 2 kandidatura, por pa e specifikuar emrin e Vjosa Osmanit. Ne jemi të interesuar që në shkrimet tona të jemi në funksion të zgjedhjes së kandidatës e cila do të votohet edhe do të merr votat, gjithsesi do të siguroj pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në kuvend. Kreu i LDK-s nga këtë nxittim të shkoi në selit e partisë, ku takoi grupin parlamentar për këtë çështje. Ai jo, por zëdhënësi i partisë tregoi më pas se 15 deputetët duan evitim të votimeve. Zgjedhjet janë të panevojshme, janë të shmangshme dhe nuk i duhen Republikës Kosovës, prandaj dhe LDK-ja është e gatshme që të ofrojë kontributin tonë në këtë drejtim për zgjedhur një president, qoftë me konsensus të gjerë të gjithë spektrit politik, qoftë në mes të marrëveshje politike në mes të dy partive. Qëndrim s'kan as për Vjosa Osmanin apo Glau Konjufcën që u përmend si kandidat potencial. Zyrtarisht nuk ka një propozim, e propozim konsiderohet kur ke 31 shkrime në kuvendin e Kosovës, deri tash nuk kemi asnjë propozim zyrtar formal për asnjë emër. Kryesinë ngushtë e mblodhi të martën edhe AK-ja, por votim të suksesshëm nga presidenti këta nuk presin. Këta numra nuk mujnë me i dhoni zgjidhje, po ne nuk kemi asnjë përgjegjësi. Përgjegjësinë lyp në tezot në janë fjalë i cili nuk e ndërtoi një proces, po e ndërtoi një spektakël publik për konsum politik. Nga PDK-ja u ritheksua se kjo parti nuk qëndron në sallë për asnjë propozim të VV-s, përjashto DK nga familja Jashari.